Dy sfida interesante ka rezervuar kampionati kombëtar I volejbollit për femra dhe meshkuj mbrëmjen e së dielës. Të parët që zbritën në fushë ishin Vllaznia Dinamo volejboll për femra, një ndeshje që nisi më mirë për Dinamon që arrin të fitojë dy setet e para 19-25, 10-25. Me avantazhin e dy seteve u krijua përshtypja se Dinamo do ta kishte të lehtë fitoren, por vajzat e drejtuara nga Dorian Tafa përmirësojnë në mënyrë të ndjeshme lojën duke arritur të fitojnë setin e tretë 25-23 dhe duke krijuar një atmosferë entuziaste në Qazim Dervishi. Vllaznia bën të gjitha përpjekjet për ta fituar edhe setin e katërt në mënyrë që ndeshja të shkojë në finale, por rivaliteti shkon deri në pikën e 19, sepse më pas, fal përvojës dhe kualiteteve në formacionin e saj me lojtarët huaja, Dinamo fiton 19-15 dhe gjithë ndeshjen 1-3. Unë jam shumë I lumtur për lojën që realizume, jam shumë I lumtur që gjithë të njerëz që erdhën me na shiku pavarësisht rezultatit, nuk u mërzitën për rezultatin, thjesht u kënaqën dhe më tepër sepse ishte një show shumë I bukur për gjithë ato që ishin pranishëm. Them që bëmë shumë mirë për te pritshmërive tona. Them që në vazhdimsi unë them që ne do vazhdojmë bëjmë dhe më mirë. Si shifet loja jonë është për çdo ndeshje është në rritje dhe them që besoj ka vërtet shumë ndeshje të rivalizuara dhe shumë bukura që ne besoj do të mbyllim me rezultat pozitiv për ekipin tonë. Ndeshje e bukur, me shumë emocione. Besoj se do frydë publikum, kështu që shumë mirë për volejbollin. Unë besoj edhe se në parë Vllaznia luajti mirë. Kështu që ishte pikë edhe se në parë. Skuadrë neve kemi respektuar që në fillim Vllaznin, e dim që është skuadrë e vështirë, këtu fusha është e vështirë. 4 ditë Vllaznia volejboll, kështu që ndihet emri I Vllaznisë. Na vënë në vështirësi në pjesën më të madhe të kohës, por na bën shumë mirë se na testojnë edhe vlerat tona, kështu që donim një ndeshje të fortë, u bën ndeshje fortë, që jemi të kënaqur. Menjëherë pas ballafaqimit të femrave, Vllaznia dhe Studenti në volejboll meshkuj janë përballur një duel të fortë dhe me rivalitet, ku pas më shumë se 2 orësh betejë në fushën e lojës, Vllaznia drejtuar nga Artan Kalaja doli fituese me rezultatin 3-2. Fitoria e tretë radhazi kjo për Vllaznin që kryeson vetë me tabelën e klasifikimit me pikë të plota.